një kohë kur jeta moderne dhe emigracioni po sjellin ndryshime të thella në strukturën dhe funksionimin e familjes shqiptare, një pyetje ngrihet gjithnjë më shumë. Sa të lidhur janë qytetarët me familjen e tyre të gjerë dhe si i ruajnë traditat që kanë trashëguar? Intervistat me qytetarë të Vlorës tregojnë një realitet kompleks. Nga njëra anë, shumë prej tyre e shohin familjen e gjerë si një shtyllë të rëndësishme dhe mbështetëse emocionale dhe sociale, nga ana tjetër, të tjerët ndjejnë një shkëputje në rritje. Tani brezion të lidhur janë. Po për ne të rinj si e shikoni, jemi aq të lidhur sa keni qenë ju me... Nuk e di nëse do ta trashëgoni nga familjet të lidhur duhet të jeni. Ne jemi si vishim e thonin. Janë ende traditat sot, ruhen ende në familje? Unë jam pensioniste, jam në shtëpi. Deri tani unë i kam bërë. Ju personalisht vazhdoni të i ruani? Po. Vëllezër kam bajt motra dhe po i mbaj nënën time motrën. Kam edhe nusën me djalë me fëmijë. Po traditat i ruani ende në familje? Po. Vetëm unë se të tjerë të duan. Po tek ne të rinjtë e shikoni këtë, e vazhdojmë traditën? Jo, s'ke shans. Ju keni gabim, po formojmë tot. Traditat e hershme apo këto të hershme? Të hershme dhe jo, se kanë kaluar. Janë jashtë mode tash, thoni ju. Po tek ne të rinjtë, e shikoni këtë vazhdimin e traditës? Po. Sidomos në këto... Në marrëdhëniet me farefisin? Patjetër. Ka të rinj që i respektojnë dhe i duan. Lidhën me familjarët, me farefisin? Po patjetër, me dajot, me xhaxhallarët, me kushërirat, me niprit, me mesat, jashtëzakonisht lidhur. A janë dhe të rinj sot? Jo, të rinj sot janë tjetër, gjë tjetër, far tjetër. Se mendoni, pse ka ardhur kjo? Kjo ka ardhur për arsye se ata janë shkëputur. Sa marrin, kalojnë adoleshencën edhe ikin jashtë, janë larg njerëzve dhe duke qenë larg njerëzve nuk kanë atë dashuri që kanë ata që janë mirëtjetës. Sa të lidhur jemi? 100%. A vlen kjo të rinj, janë dhe të rinj sot? Po patjetër vlen, si. I vazhdoni Po traditat? vlen më varet sa marrin ata. Varet se sa marrin. Unë për shembull fëmijët i kam ti falë zotit. Po traditat i vazhdoni njësoj? Patjetër. Do të thënë nuk keni para asnjë ndryshim edhe tek breziri? Ndryshim ka, nuk po them, unë po flas për të mirë. Jo, në këtë moment. Ndryshim ka, shumë ndryshim. Që nuk duhet jetë aq ndryshim i madh. Të lidhur të masë. Ka ndryshuar kjo tek brezion, jemi ne të lidhur siç jeni qenë më parë? Ka ndryshime të vogla, po hajde, masa të rregulloni u trit. Ka ndikuar emigrimi te kjo pjesë? Po s'ka pse të ndikoj Po çfarë mendoni se ka ndikuar që ne të rinjtë jemi ftohtë nga këto marrëdhëniet e farefisë? Varet nga mënyrë të jetesës një, po e para e dyta pastaj dhe kthimi i sistemit. Ndoshta e ka marrë çik si më travanç edhe detyrimisht. Jemi bërë pak me europian, më të ftohtë. E vrëm para kohë. Patjetër që jemi të lidhur. Po ka ndryshuar kjo tek brezion? Të brezioj po. Ka ndikuar emigrimi që janë në kohë? Edhe emigrimi ka ndikuar, ju i keni harruar të gjitha. Po traditat vazhdojnë njësoj? Traditat jo nuk vazhdojnë njësoj. Ku e shikoni këtë ndryshim? Po shikojmë se nuk po flitet për asnjë gjë. Respekti ku ka humbur. Dashuria për njëri tjetrin nuk ka humbur. Shikoni interesi material. Shumë i lidhur. Po tek ne të rinj ka ndryshuar kjo gjë? Ka ndryshuar. Pse ka ndodhur kjo ftohtia ajo? Ka ndryshuar. Po, shkaqet, po ashtu janë krijuar se tani ne kemi qenë shumë të lidhur me marrëdhënie pune me prindrit për shembull. Atje mlidheshim, atje bëheshim. Tani ai del në punë ai edhe ikën. Një vete në Fier, një vete në Tiranë, një vete në Shkodër, transferohen. Po emigrimi ka ndikuar te kjo pjesë? Ajo ishte e para. Ajo është e para emigrimi. Jam ftohur njerëzit me prindrit fare. Shumë veta i kanë lënë këtu, si kanë marrë. Detyrimisht ja këto bëhen një nga një bëhen. Në këtë sfond, ruajtja e traditave mbetet një sfidë dhe një mundësi. Festat tradicionale si Bariami, Dita e Verës apo Dita e Pavarësisë mbeten momente ku kujtesa familjare dhe ndjenja e përkatësisë rigjallërohen. Gjithashtu ngjarje si dasmat, pagëzimet apo përkujtimoret shërbejnë si ura lidhëse mes brezave.